kur I shikon këto ndeshjet e kombëtarës Kosovës të fundit, I thu vetës të Dërdije si kur t'isha dhonë në fush? Po, normal si ish lojtar të jemi në fush, por si do që t'jetë ne edhim që çdo gjë ka fundin e vetë dhe tash mundohemi të kontribuojmë në aspekte tjera. Por emocionat janë të njëjta edhe jashtë fushës, domethënë kur I shoh bashkëlojtarët e mi dhe kombëtarën ton pre asaj kohe, domethënë ku kemi qenë në kohë shumë të vështira, domethënë ku kemi luajtur, e dim gjithë çfarë kushte kemi luajtur tash. Kim të luajmë këtu, kena luajtur kundër Anglisë, tash kundër Suedisë, këtu e mposhtin 2 herë këtu. Dhe jo, vërtet janë emocione, që jo, në atë aspektin mendoj që vetëm janë emocione pozitive, është kënaqësi e madhe, është gëzim I madh të shohësh se ku kemi qenë dhe ku jemi tash, dhe shpresoj që tash mos në ndalemi këtu dhe ëndra e madhe të realizohet, të kualifikohemi në kampionat botror dhe evropian. Dhe mendoj që me këtë karakter që kemi tash, shansat janë shumë të mëdha.